Atë që beson për Adriatik Lapa që ka dalë në bulevard, në fakt, unë i qova Tikut një mesazh sot, mbas dite, i thash, Adriatik, për mëse duket ai ishte i zënë, nuk e ka parë, thash Adriatik, do jemi mysymin darkë. Por nuk ka rëndësi kush do jeti, thash, është Mysym Murizi, kam në emision sot, i thash. Të lutem, në qoftë se do të thash, të bëjmë një lidhje direkte, me që ai ka dalë që dje mbas dite dhe ka kaluar gjithë natën jashtë sot, i thash, do dëgjojmë Mysymin 10 minutat e para, i thashun, të më thuash pak gjendjen tënde, i thash, dhe si po shkon situata. Se ka parë mesazhin, sepse do doja të fusja në linjë. Mysym, ti për këtë që bën, në fakt, para se të kalojmë te, po nuk dua të rrim gjatu. Jo, shpreh jopion për gjithë ata që kanë shpirtin e revoltës që protestojnë, nëse e njejnë shpirtërisht dhe nuk kanë marrë porosi nga dikush tjetër, i vlerësoj. Kam patur një ish koleg timin, deputet të Partisë Socialiste. Ja një sekond, plase fabulën e dytë që mos rrim bosh, sepse na iki bosh kjo në pas. Ramsi i 4 kundër drejtësisë për rrogat, ka bërnami sot Ramsi, për para se të vim atje një fjalë për Tikun, shkurtimisht fare. Çdo qytetar që proteston, në rast e Tikut, e diu, në parim e di se çdo thuash. Në parim rast e Tikut. Unë mbështes çdo protestues kundër arrogancës së kujt do lloj qeverie. Edhe nëse do të ndodhte kundër qeverisë Partisë Demokratike, kur proteston në drejtën e tij për një kaos. Qartë. Personalisht. Pastaj ato aludimet apo ku diun, konspiracionet, i tha ky, i tha ai, ky e sponsorizoi, ky e nërseu, ku diun, ky e shtyu. Ato nuk i futi. Po jo, po nuk sa kohë që nuk i di eksakt. Nuk kam drejt para Pra jo se s'të intereson kush është mbrapa, po ti nuk flet kur nuk e prova. Pa kur nuk e indicje të besueshme. Nuk mund të flas. Qartë. Dhe të bëj pjesë. Po me logjik njeriu mund ta përdorë logjikën. Cilin do. Tiku për shumë dihet që këtu Tiku nuk ka ndonjë sponsorizim, Tiku këtu është njeri politik vetë. Nuk beso se është njeri mbrapa. Jo, dakord, por më duk e pa paralemruar dhe si rufe në qelë të hapër. Pra ne të përmena ish kolegu tim Limoz Dizdarit, që është në Amerikë, që protestoi 3-4 ditë vetë me i çadër para kryeministrisë për i drejt ti dhe ai. Qartë. Dhe Tiku ka thënë që po protestoi për kërcënimin që i bën Rama. Jo, ai ka dalë atje, ka thënë që ky është kapur duke vjedhur, ka thënë thot Adriatik Lapa për kryeministin dhe duhet t'i japi dorëheqjen. Unë thot do ri këtu thot si qytetar, kush do vi le të vi. Nuk e kam gjuar kështu. Po kështu ka thënë. Po tjetë kështu është pak vonë. Po ky ka 10 vjet, 12 vjet që është kap duke vjedhur, edhe kur ishte Tiku me këtë. Ky. Unë e di ndryshe, ndoshta unë do të jemi keq informuar. Pse si e di ti? E di që ky po i bën presion gjykatës kushtetuese dhe Tiku ka dalë atje në shenjë revolte pse po i bën presion. Po, e ka shprehur dhe këtë, Pra, për këtë mendoj, po për të vjedh. Ky ka vjedh ke ngrejti bordi për çmimet e tij. Jo, i shumë i referohet sa më dha tenderi tunelit të burr. Po këtu tuneli është për mua në këtë është më i vogël? Në Rama në 13 vite pushtet. Ka pas gati 100 miliard euro buxhet. Mbi 80 miliard euro, 40 kanë shkruar gjysma për rrogat, gjysma për investime. Po ka shqiptar që beson që në 13 vitet e Ramës është investuar në Shqipëri 40 miliard euro pingat. Pra ky ka vjet çka ka. Mario Gjata shkruat për rastin e prishjeve të shtëpive në kombinata kanë të drejtë banorët të kërkojnë të shpërblim nga institucioni i bashkisë. Po jo, vetëm po jo. Patjetër për duhet shkojnë në gjykatë që kur ka shkuar grupi për mbrojtjen e kombinatit. Xubi, shkruan, mirëmbrëma Çani, kam vite që të ndjek dhe të lutem vendos gërmën të titrat. Ty nuk të falet. Ja, merr edhe me këtë tani, e kupton? Ja, është, bëjnë mua sa vrejtje ha në Facebook, ashtu për drejt shkrimi dhe unë. Nuk i vën më të nuk i vën se duken shëmtuar, pastaj nuk vjen në kur është me gërmë kapitale tani, buni dhe ju. Dhe unë më thonë që ke bëj presje këtu. I them si jam mësues juve, unë kam marrë për kafshët. Kur është me gërma kapitale nuk ka nevojë të bësh njerëz, se nuk vjen. Ti e ke parë kur dore kapitalet. Leo thot pyetja për Murizin, a do ketë më në punës bashkia apo shteti që do firmosin me dokumenta në shtet pas këtyre arrestimeve? Ka mbi 1 miliard euro të buxhetit që nuk janë shpenzuar këtë vit, ndoshta sepse të gjithë u dritet penda të firmosin. Po, pra është kjo që thash unë, që përdoren me detyrim ata që kenë nënvarësi, pra jo pjesa lart që ka përfitime nga çdo tender, do të firmosësh unë të heq nga puna. Jam duke lexuar pyetje që më nisur te ajo QR kodi, ta dini, një sekond Lymo. Se s'do të jap shumë kohë kësaj se s'duat na ikë koha. Pyetja për Murizin, me gjithë këto skandale në çdo vend demokratik me urdhër president të Republikës, ministri i drejtësisë dhe prefekti duhet të shkrije Këshilli Bashkiak, thotë, komisionohet bashkia nga shteti për infiltrim mafioz dhe vjedhje të fondeve publike. Jeton në Itali në komunë të tillë, thotë. Se di, ne kemi
ligji organik i pushtetit lokal kemi 2 palë zgjedhje. Këshilla zgjidhet veç, kryetari bashkisë zgjidhet veç dhe çfarë përgjegjësie ka Këshilli Bashkiak. Qartë. Se këta janë pjesë që gjitha që ke marrë në njekje prokuroria e Tiranës janë të emëruar vetëm me firmë kryetarit, nuk i ka emëruar Këshilli Bashkiak. Eraldo Bami shkruan, o qani je i madh, ty dhe Murizi nuk ka kinez që ju blen. Eraldo është na prishe pazarin. A dhive, po. Eraldo Aman, mos na atë laf. Nështë po tentojnë thuj edhe. Të lutem Eraldo, mos na atë laf, se të gjithë si ka mundësi vetëm unë dhe Murizi të mos kapim gjëma, po si ka mundësi. Ka vua dhe unë të bëjmë gjelos tani Murizi, se seriozisht atë. Ku shoh gjithë ta kolegë të mirë vërdall, kolegat. Po të ndish disa emisione për Bankersin dhe frenun aq shumë sa erdhi era Ferrot deri ke Kali Skënderbeut. Era Ferrot. Ferrot, dojë Ferrota. Ai sa prapë makinën e. Ai shumë frenun o Arian sa. A ka mundësi që Prokuroria e Tiranës të kenë ndërhyrë në arestime në Bashkinë e Tiranës sot që t'ja marrë këtë çështje Spaku të mos të rëndojmë më shumë Erion Veli? Ja, është e përcaktuar me objekt të posaçëm këtë ka Spaku. Jo, po. Kush janë subjektet Spaku? Njerëzit gjithsesi pyesin Ferrokromi thot. Jo, Ferrokromi e ka ky 800. Jo, Ferrokromi është pseudonimi i këtij që shkruan. S'ka gjë. Çani nuk është Spaku i kapur. Ferrokromin e kanë turqit e morën kinezët. Tash mos thot për minierën lart. A e morën kinezët apo turqit? Turqit, kinezët, është vajt. Çani nuk është Spaku thot Ferrokromi i kapur nga Rama, por e gjithë drejtësia kushtetuese e lartë thot e tjerë, por kur kaubojësit u nxjerr dhëmbët, po ata do ja fusin Ramsit. Këta presin nga kaubojësit plak. Për fat keq, po, ne shqiptarët thashën atë pavarësia, që prej 500 vitesh ne kena prit portën e lartë, masanej Bashkimi Sovjetik, Jugoslavin, Kinën, Amerikën, Anglinë dhe me radhë. Problemi është që kupola e drejtësisë së re u kap nga ata të cilët kanë ushtruar dhunë në organet e inkuzicionit komunist. Fat keq. Edhe në nënhundën e sherifit, i thuj Ferrokromit. Sherifi kush është Gringo? Sherifit Gringot. Super Gringot, po. Po që duke ne është përfaqësuar nga kinezët prej 20 vitesh, përfaqësues të Gringove në Shqipëri kanë qenë. E mban mend dhe Donald Luaj që i vajti Llallës së Zyrë që i tha Donald Luaj i vajti për Bankersin i vajti. Po. Edhe më duket se ky Llalla ajo që hëngri. Llallën e akuzon se s'ka deklaruar 2 lym tokë poshtë tensionit lartë që me ta fal ta kanë fut. Është këtu mas jush. Me ta fal ta kanë fut se aty është kancer i gjallë, nuk dërtohet asgjë se kalon ky 20 mishi. Po. Që shkon në Filipistur, shkon në Greqi. Po 20. Aty s'ke që bënë se cis, po e mrejt e 1,5 metra, sa dalë shka themelet, ka profeja. Po Llalla ku është o? Itali. Itali. E ka marrë këtë... Fakti që këta spatën kellë që ta morin, do të thotë që italianët i kanë dhënë mbrojtje. Se ai ka pas marrëdhënie shumë mira me prokurorin atje në Itali. Po mase këtë kasetën e Don Lucio ka dhënë italianëve, ku e di unë. Se erdhën italianë për gjundje 2-3 motor këtu pa leje, para 2 ditësh. Çe ishte ky përgjuesi? Stili që italianë ishin. 2 guardias ishin, legalisht të Guardia Financës 2. Po. Një nga ata do të jetë në teknika e tij. Si punë atë MC4. Ata e bëjnë, po një lloj. Po më dëgjoj, ai u përdor për tjetër punë. Nuk dihet çka kanë përgjuar ata me këtë. Apo nuk u përgjuan dot sepse u kapën thoti. Jo, ata u kapën kur po iknin, masi kishin marrë punë. Zërbe. Po, e sigurt është që nuk kanë përgjuar ata që bëjnë byrek e shtëpia. Pra, nanën teme jo që bën byrek me qumë. Pra, e sigurt është që kanë ardhur për një grup strukturuar kriminal. E kanë ata problem. Ose në, ku diun, tangenciale, kampi Gjadrit, Lezhë, Meloni, politika, Lumhanet, Aruba. Kot s'kan ardhur ata. Per, kjo punë e shërbimeve. Ç'është, ajo kushton shumë, nuk ja vlen që të vijë ai të përgjoj ke kafja e tegut, për shembull çapollafosin 2 që vinë për të ngrafat edhe herë në 3 ditë pini kafe, me që ka kondicioner. Pastaj thot, pyete Mysymin, a ka hotel restorant në pronësi? Ç'a thot kjo më? Kujt për mua? Po shumë mirë. Po. Do të kisha shumë dëshirë, i thuj, po ti kesh muhabet me Besnik Murrizin, qojnë e Gjaskanere, që është kushërinji 4 i imi, që ka 2 hotele në Golen, po mi dha i moron. Po ti nuk i ke fshehur ndonjëherë këtu? Jo, që si kam fshehur, unë kam qenë subjekt që deklaroj pasurinë. Për pos kësaj, në 2022... Ti e shkuan zgjeloshaj. S'ka problem. Së gjeloshaj. Po le qa lidhe. Etja.com. Nuk e di. Në 2022 jam hetuar në gjithë pasurinë time përfshirë babën traktorist dhe punoj... Me ke thënë ti këtë, me ke thënë, ke bërë transparent. Po, 1480 faqe dosje, edhe rroga ime në shkollë të mesme që punoja 2 muaj të beharit. E bukur është që ty këtë për çfarë ta hapën këtë hetim pasuror? Për këtë që thot ky. Jo, kam fjalën jo, po pas ti bëre një denoncim. Jo, por çfarë ta hapën? Edhe në uniformave. Po ja një nga këta kinezë që punonte këtu me që i bija unë sa ne këte edhe. Qartë. Hap sy që ta shute. Hotelet i thuaj aty në Golem, edhe restoranti është i Besnik Murrizit, çuni i Skënderit. Unë jam i Nazifit. Nazifi i Qazimit, Skënderi i Shahut.
Shau është i latit, qazimi i Haxhiut i thuhet jemi kushërit 5. Ne jemi racë e madhe 720 votus Murris. Jo çdo pronë që kanë ata që kanë mirë Murris është imbja. Sa mirë do ishte ta kisha unë. Kjo shpjegon dhe votat. Dhe i thuj se gjelosh pik Yahoo.com-it, po ka muhabet me Besnikun e Gjaskënerit, edhe Durimin, se nëzora nga loja Durimin, janë 2 vleza ata, tek hoteli. Pra janë fisiot me fjalë, trosh muhabet. Po ka muhabet që ti mu shëmenit ma japi mu e marë sonde. Qarë, po sigurisht. Kështu që thuj gjeloshit flasim me ata. Më fut dhe mua këtë nërë pak ati. Pa tjetër për të 2 hoteli ka u vend për gjithë. Dëgjo, o Mysim, tjetër i thot, çmendim keni për lëvizjen Saliani, do ta pyes pas pak, do vemi te pjesa e PD-s. Pyete Mysimin, thot, çmendim ka për dyshën Suma Salsi. Edhe për këtë do e pyes pas pak. Qa që kjo? E huj? Suma Salsi. Jo, Suma është media, Salsi duhet të jetë ky pra që ka dalë tani për televizjen. Po se tha mësusen, që tha? Mësuse më duk apo? Jo, Suma. Po tha se më duk mësuse? Jo, Suma është mi emri. Po mo. Ferokromi thot prapë. Qani, presim nga kaubojësit se ne jemi popull që na pëlqen vodka. Themi që bravo i qoftë filan pushtetari e tjerë. E tha mirë këtë. Pyet e mikun tim, kur do i li flokët, thot? Për mu? Dhe këte e thot Ilir Sheu. Nuk e di kush Ilir Sheu tani, po. Iliri është një nga... Mund të këtë shumë Ilir Sheu, ore. Por besoj që ai që shkruan... Se kështu do të pyet e mikun tim kur do i li flokët. Po, besoj. Iliri është një nga viktimat e tendrit uniformave në dijenin time, pra të Ilir besoj që bëhet fjalë, që u arrestu bashkërtja pa qenë asiloj pjesë e kësaj. Një nga ato 8-19 viktimat që thashun, kot. Kur tjetë bëj e këpucës falas i dhej. Sa perle me bëj këpucësh. Po si që lullë basha me këta, këto qonat që ka fillu. Edhe Saliani i ka lyre. Ka mbil dhe i ka lyre. Saliani është i ri, nuk e di ka ardhe. Keq akoma. Që më keq akoma, që është i ri dhe i ri. Jo, mëse, nuk besoj që të ketë thinja. Po njof disa për shemun që... I ka lyre, më të... E po më rregull. është bërë si modë, më... E i thuj li, Myslimi do t'i lyj kur tjetë bëja këpucëve falas. Asu nuk i lyj as Myslimi, kot, mos vazhdoni me këtë. Jo, po bëja këpucës falas, kuj djetë? E bëjmë? Po, falas është e pa. Duke me të shëmtuar që sharaka lyjmë. Po, mjes ku lyj këpucë, rrasë dhe i dorë kokës, se bëgja vetë. Qatë perle. Digjo, tjetëri thot, mund të pyesësh Mysimin çfarë mendimi ka për marrëveshjen e detit me Greqinë që pritet të bëhet këtë muaj. Tani ka mundësi mos u merrni me këto gjëra të mëdha. Ç'më mendim ke ti për marrëveshjen e detit me Greqinë? Para unë mendoj që në ka hyrë ha Greqia, por inshallah s'ham gol në atë arbitrazh, se ne jemi të vegjël. Dhe më mirë ashtu sa i vogël, nuk se kemi miq atje dhe mos na tjekin, mos na vjen greku deri ke 3 ishut në Samil. Nuk e... Ore, Lymo, dëgjoj me qëra fjallat e Greqia. Ole, ke atë videon që të nisa unë ty? Që mendon për to tani? Kjo është pyetja ime, ç'a mendon? Sa bukur se e, kjo është pyetja më interesante, po më naive në botë. Ç'mendim ke ti Mysim për Arjan Çanin? Arjan, ç'mendim ke ti Mysim Murizin? Dëgjoj pak. Ç'a mendon për ti që po ndodh në Greqi? Shive, dëgjoj pak. Ç'e pak zërin le dio? S'ka nevojë të ma ngresh, sepse unë isha në fund në festa. Ç'e pak zërin le dio? Isha në Selanik. Shkoj, kur ka mundësi, shkoj shpesh se e pëlqej, me të thënë drejtën. Hahet mirë të respektoj. Revolucionar këta, pëlqejnë shumë. Kom që zbresin nga Kreta me 2000 bishta lopatën pire, edhe e morin para që tu dali. Nuk janë këta servila. Këta nuk ju ha goja miza duke ngjudh hej që kësha. Qa po flet lidri dur të orkasit. Nuk i kanë dur të kalla. Kom revolucionar ata. Kom që i kanë bëjë qeverit la fosi me vete. Kom që meritojnë demokracitë. Po si shpëgohet më rëmë, se po dëgjosh... Qa ti njëmë, Po dëgjosh, se këte e them shpeshun. Do thoni, tani, dikush më thot Arjan ti po talësh. Jo, qa? Po tani shtë bëjt, duke thënë ka i shpeshë, do të talën pak. Gjithë këta patriota shqiptarë, këta që janë, e ke dëgjuar ti që shajnë Greqinë, që thonë ata na kanë bërë, për një sekundë. Këta thonë, po të vëshrej, gjithë teoria e tyre është që, e mos e nuk ka grek, thonë. Për shembull, dhe këte thonë dhe njerëz që kanë qenë edhe në poste drejtuese, janë shqiptarë. Si shpjegohet që le të marrim rastin këta janë shqiptarë, nuk janë grek. Si shpjegohet që këta shqiptarë atje janë komplet ndryshëm nga këta shqiptarët tonë, Lymo? Nëse i bën toka. Po tjetë kështu si pas këtyre. Po t'je shu, po. I bën toka, pra. Mërëna 28.000 km2, ne nuk rrëm do të pa sklavër pronar. E pëlqejmë shumë dhunimin dhe jemi të efektuar nga sindromi Stockholmit. Po ta kalojmë këte, bëhemi kështu revolucionar. Është çështje gjeografie, thua ti. Çështje toke, dheu. Dheu. Ose është dhej kuq me ta. Ja mori lapaj. Po, foli. O tiku, ose mbylli. Ose mbylli, olla. Ky tani merr që jam në emision unë, kupton?
Po ma se di. Jo, se ka para i shkreti më, sepse ai ka pa dhe Ky probleme është modeli i policisë. protestës. Ky është modeli i protestës, po, pra, po. Jo derdhësh qumshin ta. O tiku, tani u përgjigjet, kam shkuar që mbas dite, vëlla. Ua, erdhi policia këtu, o bëm lëmë sot. E di pra tani e live tani, se të hapa zërin, jam me Mysy Murizi në studio, të përshëndet. Të flas një po. Edhe të mora, unë të çova mesazhe, lexova dhe thash, tiku, do bëjmë një lidhje direkte në fillim të emisionit, mi që kisha dhe Mysymin, e të më tregoje pak të punë. Nuk e ke parë. Mora do të në telefon tani e pash. Ta po më thanë që të përmendi Çani dhe më thanë të tjerë që e kishin parë edhe... Po të përmenda sepse ja. edhe Mysymi u ashtu, vlla, edhe Mysymi u ashtu, tha, ishte surprizë, nuk e prisim, e bëri në mënyrë të papritur, tha. Edhe shumë mirë bani. Edhe shumë mirë bëri, thot Mysymi. Edhe shumë mirë bëri, thot Mysymi. E përshëndes dhe Myslimin. Dgjoj, o tiku, tani si përfundim, nuk ja u lanë çadrat policia? Jo, nuk na i lanë. Po si ka mundësi? Ka një... Po kishe marrë leje ti, se duhet marrësh leje edhe ndoshta. Jo, kemi... Nuk merret leje, njoftohet sipas vendimit gjykatës kushtetuese. Njoftohet, nuk mund të marrësh leje për protestë kushtetuese drejt të shprehur njoftohet. Ne kemi bërë njoftimin. Po atëre pse nuk... E kemi bërë. Po pse si ja u lanë çadrat, se ato ishin çadra të vogla, kam përshtypjen. Ka dhe një kazus botror, ata që kanë qenë në Washington, madje e kish përmendë një kolegu jot, Lutfi Dervishi, dhe ka të drejtë se unë kur kam qenë në Washington e kam shkuar aty. Përpara shtëpisë së bardhë është vendosur një çadër e tillë. Po? Në rastin e çështjes së armëve bërthamore. Po? Dhe ajo qëndron dhe sot aktive dhe një person ka qëndruar me dekada aty, me dekada para shtëpisë së bardhë me një çadër të tillë. Qartë. Do me thënë, kjo kina këtu që ka brenda një autokrat të botës së tretë, pretendon që është më e rëndësishme se sa shtëpia e bardhë dhe që është godina më e rëndësishme e botës, gjykoj unë në kuptimin politik. E kuptova, po tani cili është hapi radhës? Ja, se Mysymi ka një pyetje. Po jo, se kam pyet. Para pak ditësh... Prit. Ne sot jemi, unë dje isha vetëm, sot jemi rreth 30 veta tani. U bën 30. Që do flën, po, do vazhdojmë, në dorë ne kaq kemi tani, se që ky nuk është normal, e din një madhe i vogël këtë punë tani. Gjeti Belaja, s'e ke parasysh, ne nga jugu thonë, mos e pa që bolori në lagje dhe ne na ka rënë një bolori për kryeministër, s'ke ç'bën. E marrësh. Dgjoj, tiku, një shqiptar që u vra djalin në aksidentin e trenit Larisa Selani. E dëgjon tiku çfarë thot Mysymi? Ka netur 15 ditë me çadër përpara parlamentit. Në Sintagma. Po, Pano e kishte emrin dhe unë kam shkuar se kam qelluar asisht atje në 28-29 shtator dhe e kam takuar. Pra atë ishin 4 çadra që as i lund të kush edhe kur parakalonin ka... Në Sintagma, përballë parlamentit, në Sintagma. Sintagma. E kam takuar Pano, që ishte vrar djali dhe e fitoi drejtën nga gjykata e Larisës. Dhe u mblodhën dhe grekët në mbështetje të tij natë. Pra s'kish marrë leje. Shiko, këto dy çadrat ne i vum se nga që sot ka dhe vajza, sigurisht që duke që në rrugë është një privatësi më të madhe, nuk është keq, mendoj unë. Po jo, përveç vajzave, përveç se janë vajzat më, problemi është i ftohtit natër më vëlla. Normalisht kjo është njerëzore, duhet të ketë një çadër plasmasi më. Ai shefi policisë që e njeri komunikueshëm, ata varësit e tij vepruan pa lejen e atij, me thënë drejtën me shpash, atë i thash. Do të thënë sa kur kam të drejtë të protestoj, kam dhe të drejtë të jetoj. Pra ti s'mund të më thuash protesto dhe vdis nga i ftohti, më kupton? Pikërisht. Po imo, o tiku, dëgjoj tani si do të zgjidhesh, sepse fatikisht para se nuk bie shill, këto janë të ftohta shumë. Sa do të jeni të veshur ju atje? Nuk mund të rish. Ma thuaj. E vërteta e thjeshtë është që nëse ne ngelemi pak në numra dhe unë se kam në dorë, se kjo është një protestë gjenuine, me thënë drejtën. Po. Pa nëse qyteti mendon që pak njerëz do jenë në vazhdim, e ne do rezistojmë aq sa biologjikisht mundemi, nuk i vëm dot çadra, do rrim sa të rrim, kështu. Po nëse qyteti përgjigjet e refuzon këtë model, del masivisht, ne do t'i vendosim jo një, po t'i vendosim 100 çadra këtu, sepse kur ke numrat, sigurisht që imponohesh edhe autokratëve si ky që kemi ne. Mirë, atëre, dëgjoj tiku, para se të të lëre hatë, sepse di që nuk është momenti tani që të bezis shumë, do të them vetëm një gjë të vogël? Më thuaj. Se po e mendoja sot si për veten time. Po. Të paktën mirë se ju lejuan të vinin çadrat. Por nuk mund t'ju ndalojnë dot që secili nga ju që jeni atje të mirni të paktën një tip telefoni, pra një tip, le ta quajmë, si thonë më mësim në gjuhën, telefon plasmas. Një tip plasmas, më burr. Telefon. Telefon.
Nga ato telefona që nuk futin, ke parasysh që janë dhe anti-ujë, po dhe anti... Po jo marrë ftoft natën në me ta. Jo, po ta hedhësh sipër pra, po ta hedhësh mbi trup ato, në komplet, që ato janë dhe të i dukshme, pra ti shikon, të shofin, dhe ato janë të i dukshme, thjesht të mbuloni me ato deri te këmbët të paktën, sepse... Na thonë kështu, Arjan. Qa ju thonë? Na thonë ca se tani më sa tregoj do të jemi me video, Po? që kanë ca smarrën mroku ato burr, pas janë nxjerr bota ujë soje, që kanë ca si gjëra plastike që mbushen me ujë të nxehtë. Po? Edhe kjo gjëja mbaka 2-3 orë, më kupton, edhe i fut këto poshtë batanies dhe krijohet një ambient më neutral. Po edhe koka, po mi dakord, këmbët dakord, po koka lart. Se duhet mbrojtur dhe kokën nga i ftohtit, po. Jo kam seriozisht. Ore, shiko. Fort jemi ne, kokë fort. Ore, dëgjoj, e di që jeni kokë fort, po pyetja është, kjo sakrificë, deri kur do vazhdoj, se në momentit, se kjo duket është një lloj sakrifice, dhe shumë mirë bëni. Problemi është që a ka... Dy afate. Cili është afati parë? Afati parë është që uroj që njerëzit... Iku ajo, atë ma thep. Masivisht edhe... Atë e tham. Përzojnë në kuptimin ta detyrojnë t'jap dorë e qenë këtë, sepse këti ka ardhë fundi, në gjykimin tim. Qartë. Këtë meriton më tjetë asë një orë aty. Atë e tham, po e afati dytë? Afati dytë është deri ditën që ne biologjikisht e përballojmë, nuk e di, mund zgjas si një javë, mund zgjas 2-3 javë, mund zgjas një muaj, nuk e di. E kuptova. Mirë. Ti merr, të lutem, merr simbolikën e gjës, është shumë e rëndësishme. Ore, simbolika... Testa që zgjodha unë në shtetio. Simbolika, po pikërisht sepse simbolika e tillë, prandaj unë po të lidh direkt në emision mos, po mos e simbolika nuk do të mirja, jo, nuk diskutohet. Përshëndes. Simbolika dhe unë të... Jam i bindur që keni bërë një debat të bukur sot. Unë të përshëndes dhe të uroj sa më shumë fuqi. Forcë, do të zoti forcë. Forcë, po. Përshëndes dhe unë edhe... Do të marrë nesër, ti ku do të marrë nesër prapë që se zgjat dhe nesër. Rofsh, falenderoj. Hajde, ciao. Bëjmë një gjiro le dio urgjent në thuaje, në Çilek dhe rikthehemi me emisionin. Çileku zonë të trinj është një perle pa pandër, po, në një mbi 100 shtete, dhe këtu janë gjithë gjëra që u duhen për dhomën e bebeve, të fëmijëve dhe të rinjve, po. Gjithë ju prindit që keni fëmijë të vegjël fare, bebe, deni fan moshe të caktuar, janë se ku do shkoni. Çileku është futuni te çilek.al ose në Çilek Albania në Instagram, e keni ose te qendra tregtare Precision, në autostradë kilometri 12, ose përballë Deri Orgjit dhe Çileku, fiks përballë kompleks Deri Orgjit rruga Vajës. Ali, kjo zove lirë? Gjithandej, në YouTube. YouTube është gjithë botën. Jo në televizor live, apo? Në Itali live, po gjithë shqiptarët që e kanë... Digital. Patjetër, po. Shkruni nga Italia, po. Ja, një sekond vetëm. Këtu keni materialet e papagat të Çileku, shikoni se të bukura janë, nga të gjitha llojet. Shkoni urgjent tani, sepse është momenti se janë ulje çmimesh shumë të mira, po mbi të gjitha, përveç uljes çmimeve, janë dhe materiale të certifikuara. Do thotë, nuk ju elmojnë kalamajt, mos fusi çdo lloj mobilje në shtëpi. Ai të vërtetë me fëmijëve që nuk është e certifikuar. Ju dini që edhe mobiljet lëshon një gjë, lëshon një helm nëse janë të pa certifikuara. Kujdes. Vetëm te Çileku është një brand, është një dyqan për bebe, fëmijë dhe të rinj. Bravo Çilek. Rikthehemi me Symurizin në radio. Ora është 23:02 minuta. Ne dorim pak më shumë Symurizin sepse mezi e kemi dhe kemi dëshirë që të flasim. Më vjen mesazh ndërkohë se kuptova. Nuk e mora. E them sim se si është për të shmangur një gjë që s'do ta them? Jo, po çali dhe Të pëlqeu? Se merren dy mesazhe, është në fakt i njëjti, është ka rrugë tjetra. Po mirë. Ah, dakord. Radio apo të heqin fare këtë më burr. Po më dy llafe do i themi këtu. Ore, ke parë që doli për rrogat ky vllaj, pe çfarë sot për rrogat e këtyre? Po, gjyqtarëve. E pe çfarë tha? A mund të lexoj rubrikun se publiku nuk është interesuar, ëh? Unë e kam lexuar, po lexoj. Ti e ke lexuar, po do ja bëjmë qefin tani njerëzit të thonë ç'a tha mor burr. Tani ka këto hallet e veta me këtë punë vlla, edhe tani ka vajtur vlla dhe ju tha njerëzve, ju thot njerëzve ti Lymo, ju thot të vlla. E kishte nxjerr sot në X, ish Twitter. S'ka mundësi thot. Ja, e nxdori letjet. S'ka mundësi më shkruajnë disa. Tani unë po citoj Edi Ramën, shkurt Ramsi 4, s'ka mundësi, më shkruajnë disa, lidhur me kërkesën e gjyqtarëve për të arritur pagën me 1.600 euro mbi aktuale. Kjo para është mashtrim.
Prit. Ata disa që dhe me ke shkruajnë ti nuk e din hiç që gjyqtarët kanë kërkuar dhe rrezi paka. Po i ka retorik me. O, dakord. Po qartë me që, po këto dire këto Ja që teknika. këtu bën konsultim me popullin. Po këto burr. Edhe Dgjoj, për ta kuptuar njerëzit, sot janë mbledhur në fakt që në mëngjes shoqata e gjyqtarëve. Dhe ka dënuar juën Po jo vetëm të gjyqtarëve, është gjyqtarët. jo prokurorët. Ja, sepse shoqata e gjyqtarëve. Dhe përveç se i kanë thënë Ramës, mjaft mos a bë presion më, apo jo, se kjo ishte thelbi apo jo. Mos a bë presion vëlla. Po s'ka nevojë, ka nevojë mund t'i thonë me fakte. Jo, po më çfarë Gjykata vlerëson masat që çon prokurori, edhe gjykata mund të urdhërojë prokurorin të fillojë hetim për Ramën, sepse të gjitha çfarë Ata kanë përdorur një gjë diplomatike, pra po i kanë thënë mos bë presion. Nëse. Dhe përveç tjerave sot ata te kjo kërkesa e tyre e kanë bërë kërkesë. Ka bërë kërkesë për ngritje rroke. Tani shko se e bukur është, ky është marrë me këtë pjesë dhe thotë s'ka mundësi më shkuan disa. Ky është postim populist. Po pikërisht, ja ta lexoj çik krymi. Me kërkesën e gjyqtarëve lidhur me rronë gjyqtarëve për pagën 1600 euro mbi aktualen. Jo vetëm që ka mundësi, thot ky, pra mos u çudisni, por 1600 euro është rritje që kërkojnë magjistratët e këshilltarët e zakonshëm. Po, ndërsa gjyqtarët Se mes rritje kërkuesve janë dhe specialet, thot. Ata të gjë kërkuesve spakut, të cilët kanë pagat më të larta në Republikë, por kërkojnë dhe një rritje prej 3100 eurosh. Po, asnjë shaka, thot, detin ku aktualisht marrin 6130 euro, e ka për spakun kësaj radhe për gjithë. Pra rrogën në muaj e kanë 6130 euro neto këta, më duket, apo bruto, se di mirë. Tani duan që t'ua kthej në kos, se ka dhe kështu shprehje të tmerrshme, por detin që ashtu ta kthej në kos. Po. T'ua kthej në kos gjykata kushtetuese me 3100 euro plus. I ka ngel nga kjo Marta, se Marta kishte për emrin Kos, Marta Kosi dhe aty janë vërdall kjo ke Kosi. Dhe si përfundim do të marrin 9230 euro, pra ky është kundër që këta t'y rritë rroga. Si ka mundësi thot, ka mundësi si jo, kur arrin të ndryshosh dhe qeverinë me i vendim gjykate, duke marrë kompetencët e kryeministit, presidentit e parlamentit, pa pasur marrë një kokër vote të vetme nga populli të jetën tënde, thot. Pra, harroj një moment që këta e votuan për këtë reformë drejtësisht. Ka marrë votë deleguar. Po pra, e votuan të gjithë ta më që 40 veta. Po pra, votë deleguar quhet. Si nuk arrike të marrësh 40 këta të tredhorit votuan këta. Bravo. Si nuk arrike, po pra, si nuk arrike të marrësh, po, kjo është tani ky i bën ja ta mbaroj. Si nuk arrike të marrësh nga arka e shtetit me i vendim tjetër gjykate 1000 euro për të rritur pagën tënde, kush kanë bet pa kuptuar që se kam hallni tek një ministër unë, thot ky. Po tek rreziku real i përmbytjes balancës demokratike mes pushteteve. Tani dëgjoj. Ky është paloti dhe ky këshilluan. Tani problemi është ky. Unë para ca kohësh, më duket se kemi qenë të bashkëtu, dhe ta thash dhe ty, apo nuk e qenë ti këtu. Unë kam bërë, fillova para ca kohësh, para 2 javësh o burr, fillova një fushat, le ta quajmë thonjza fushat, se kush jam mund të bëj fushat. Një lloj kampanje kështu. Qytetari i lirë i këtij vendi. Po, fushat mediatike, po që sigurisht unë i them për para kohë dhe pas 10 vjetësh i marri to të mia, pastaj nuk i marrin më njëherë. Ku thoshja që mirë është që në këtë vend vëlla, pavarësisht Ramsi 4 thotë, dhe i 5 ne. Bashkë kemi bërë këtë debat. A kemi bërë bashkë? Duhet të 10 fishohet rroga, mban mend. Po. Dhe ti bile nuk ishe kundër. Dhe po ju 10 fishua rroga Ramsit, myslím, normal që do të 10 fishohet dhe funksionarëve të lartë të tjerë, apo ose unë them vetëm Ramsit, po ai do të ketë më të lartë, më them unë. Pastaj patjetër presidentit, parlamentarëve, të gjithë. Po pse orja, që do rrogën, se këto s'pagujnë asnjë gjë. Ti e di që këta kanë 35 vjet, e din që është buka 40 lekë dhe këpuc, din hala 700 lekë se nuk blejnë gjë vetë. I duhet për alibi publike, më. Po çdo nuk e përdor, nuk i njohin lekë ta. Ta nuk e din që ka dalë 50. Po mirë atëre spaku për çfarë? Jo spaku. Spaku e di mos i përdor. Po gjyqtarë për çfarë kërkojnë ngritje page? Jo, pse ju bi ky gjyqtarëve ke ngritja e pagës dhe pastaj thelbi është ato gjithë ai paragrafi i fundit. Ai fundit po patjetër. Që ata duan ndryshojnë qeverinë pa marrë vota. Në fakt ata kanë marrë vota. Sa që ka marrë gjithë parlamenti së bashku, sepse të 140 me 0, që dolin nga vota e shqiptarëve, ngritën këtë strukturë. Po ky nuk e thot dot më që janë bë pishman, se ka ndryshuar loja tek ai sherifi që jam atan. E le të kuptohet. Pra ky 10 vjet rresht ka hangër dardha apo fiq, po nga ato të kalptit, që reforma madje Juri Kimit i thanë sy, reforma nuk e kanë bërë amerikanë, kanë bërë me Fatmir Xhafën. A tha kështu? Po, fiks. Publikisht në fjerë. Po. Dhe tashi është bë pishman për atë reformë që ka bërë, se nuk i doli siç e priste, sipas këtij, që ta bënte për të goditur këta që nuk ishin me këtë. Aty u bim vetëm këtyre qiu. Kur i ka ardhur ajo ke vetja. Tashi është nuj ky. Realisht është vërtet shqetësuar më lim thotë. Për? Po. Është vërtet shqetësuar më apo e ka bllok? Po jo thjesht nga spaku. Po ky ka ai vit që në Hungari dhe si dha dorën sultani. Cili sultan?
Për Trumpin thoti? Jo, më Tayyipi. A, për Erdoganin? Jo, më qa Trumpit. A, pëse nuk e dha, është e vërtet kjo? Ishin në Hungari, ishte Tayyipi. Po sigur e takoj, Im duket se unë kush di që ke takoj, Luksemburgut, jo. Zërbe. Edhe, a i seret inauguroj xhamin deri ka sa bëhet llogaraja. Tuneli. A, po, qartë. I thot mylli këta, qanë të spitalet, e poko, të Gülenit, e ky, se nuk mund t'jesh. Edhe i mbyllit sa. Jo, ma qanë mylli ky dorën e dytë, për nuk mund t'jesh, se ky ka një kangën e Ardiola Toskës, se mirë me vjerë, mirë me burrin, për ata të fusim atësorët. Këta Si është kjo? pustallartë. Qartë, perë. Ka nga Ardiolës. Mirë me vjerë dhe Edhe mirë me burë. burrin, lafi mirë zbut dhe gurit, thot Ardiola Toska. Po jo, ti ma të ndryshë që parë Po tani. pra i thash, kërkon sillet si pas kangës Ardiolës, mirë me vjerë, mirë me burrin, për ata të fusim atësorët. Macuri kush është? Macuri është e mishtrishja e misët që mas i shkoqet kokra, ai që i vjet shishës rakist, ose shishës vajt ullinit që mani rallë në kotën verit. Po ti si i diti gjitha këto? Mund më thosh të detaj, molim. Po është, ne... Si i diti gjitha këto ti? Se kemi jetu më shumë periudën e Macurit sa në periudën e këtij më. Për më, këto janë fjalë që i përdor zona andeje, i përdor cila zonë? Gjithë Shqipëria mesme. Është Shqipëria mesme? Macuri. Jo, e re parë. Të betohen me re parë. Disa jugum duke i thot mishrishte. Misrishte, po. Pa, pra, ajo është. Ne i thejmë Macuri. A, është misri, po pa kokra, thua ti. Ai që është pra, ai. Pa i bën aluzion, në fakt nuk futet Macur. Bën aluzion për një objekt tjetër apo jo që futet. Ai si qëteti që hy zorën makinë. Po pra. Pra Macuri hyn kur gjej brym. Qartë. Ke shishe, thash vajtullin dhe rakis. Fiks. Pra dhe ata, ta gjenë brymën e shishes, ta ustalart, a i të bitë dronë baraktar, ti ullesh e bënd, i e pësa lek Izraelit, për ta bëjë mirë këmë Izraelit, të bëjt blejtë sa arma, atje ma tangë. Se për këtë është prishme Erdoganin, po ti? Por gjitha bashkë, më i shiti aksionat e Turkishit ke ajo, bëni kontrata, nuk e du më balona që ta kam falë, që ka fillu e time, që ka lëviz balona këti, ku ka ik, kush ka hyp lartë, që ka transportu, që mos jem unë pjesë ajo ortak. Për këtë balon, thua? Për balonin që flutura, balon është avioni, pra. Për këtë, Air Albanian. Jo më bërë balona private që ka... Po pra, si quhet, pra? Po di unë, Lasgushja, Migenia, Fanoli, nuk e di që a emri ka vonë kë? Të ati, po është jeti burri tjetër, nuk është i këti. Po pra, dhe më thamë, dhe sot që ishte lajmë duke që ka betë tokë ngrihet më, ka falimentuar kjo kompania që... Limo kompanin, ka i balon private këj, ka vë një emër, që levis kë. Po ja ka dha në emër, këj vë një emër, ja dha... Kush ja paguam, kush ja paguam? Po ja dha më është balona ati makinë. Po kush paguam? Atë parastis në erë të një jetë fali eri në makinë e shokja. Ti i fali shokë veti makinë. Po kjo s'hecën tokë është që i gënari kjo balon. Ta shia fali fare me letre, se pa të fali pa letre. A e ka falur? E fali fare se tha largë. Ku ti unë që ka bëjë ju drejtë dhe me këtë makinë që i kam dhënën? Për rastisht që ti jepi miku makinë, a i e nërkon me drogë. Qartë. Ose kry një vrasje, ti se ke bo kontratën dhe halë ti mrena. Pyta. Shu që, ky ka frikën që ka prishë, nuk është ma në qendët vëmendjes. Po të kishte frikë morë. Ja futi, po ky nuk do... Hala si ka mush ditët që ky ka stil që i ikën, si që i ku 97. Atë plamën që i futi Makrani si me shaka, kur kjo talë për Trumpin, që tha ka ngatruar menin me Shqipërinë apo Azerbajxhanin. Aja plamën Makranit që simbolike, që si plamën që hangë Makrani nga baba vetë, në avion. Si një loj varianti. Kështu që nuk i ka ma, nuk është ma, kjo ka ngellë vetëm me melonin. Ullë në gjojnë ishte jo, barka s'kap tu. Asa e kanë hapi që eshe për gjatërin, është 1 miliard euro. Kanë për 20 kontenjera, tha që i s'ka kondicione, s'ka zero pa ti. Me djeti. është aferën vete ajo. Nuk bën ma të hokatarin kjo, ka ikë gjithë kjo që e manin këte u shem. I shemi kjo sherif i rije, di? Po nuk është, po pëse mo, ti me ndonë tani, di që oli mo, realisht. Ti me ndonë tani që kjo ka realisht frikë tani. Jo i kanë gjithë, o variant. E di kush është frika këtu kur je në këtë loj kategorie? Po qarë? Që të rrujnë lek me ku i ke qu ti kanë morë dhe ke ngellë në breke ka atjere. Të shi kjo me nërë, jeriu, ato që stuhën, që i ka të mëhe, e ka kur ka dhe kulet në ngroftë, variant. Po s'ke gjepin që e ki buke misit, ke macurri. Po ti kanë marrë 2-3 milion, ti kanë gjithë tu, 4-5 jenë ma tonë. Po ku po ja gjithë? Kanë blokua labarin, po nuk punon, ke pa më të bëjt cejt vinë që ndurës? Të bëjt shfarë? Cejt, ngrihet ajo. Qështë cejt, mërë? Cejt. Cejt është me si që bërë zogu, cejt kër e kapë. Nuk më Ke pa më të bëjt, vinë, ordi mëllë, Dubai 3, Dubai 7 i ndurësit. A du të mytë halet e gjithë halet ndurësit, na. Ka ngele të 100 lejtë në si klufat, me ca lek të këtyre qkretve që janë. Po pra se më më du Të intelektualit. Ku i shefi indicje që ti kanë bloku gjërat, pra ku i shefi indicje ti, se unë nuk shof indicje. Po lujnë më, po shërë aeroportit Vlorës,
Blokimi I Dubajt në Durrës. S'po flet njeri më për këtë aeroport në Vlorë, se pse u ashtu kjo Limo në media? Vazhdoj një javë dhe pastaj u ndërpre. Si është puna? Po unë thash që s'po flasim për bankën në variant. 15 miliardë euro ju kanë marrë shqiptarëve në 21 vite. Dhe ne blejmë naftë më shnajt nga gjithë rajoni dhe Evropa. Ne prodhojmë 1,5 milion ton naftë bruto në vit mesatarja. Po pse as Berisha nuk po flet për bankën, Po hiç mos po fol as gjikon. Jo PD me që po mdel tash. Kanë Jo, do vemi të PD, po prit mbaroj mirë këtu. Jo, prit. Jo, me që je për bankën. Jo, do vemi. Po problemi është që shpesh herë unë kam artikuluar dhe publikisht Limo mos më ik. Që më mirë një opozitë dobë sa një opozitë selektive. Prit. Tash I shoh që është propozuar një, me e fiton tani ky në të premten është kjo I gjykatës kushtetuese. Se ka gjithë thot ditë ky Ramzi që del në mediat e veta, dhe po I bën një familje presion. Është basti I madh, është nuk e di, sepse edhe ndërkombëtarët për herë të parë para 2 a 3 ditësh pas reagimin e ambasadës amerikane. Larg duart nga drejtësia. Tash është basti I madh. Do t'i mundë Rama ata që kryuan me gjithë Ramën mrena këtë demek drejtësin. Merret vesh thua ti me këtë rast? Merret vesh? Basti I madh, po, sepse ky ka dalë publikisht, ky e ka vënë bastin njësh për vete. E ka vënë njësh ky? Po njësh e ka vënë se ka thënë publikisht ky që I bëj thirrje gjykatës mos të ndërhyj që të pezulloj ministrat. Njësh do të thënë koeficienti është Ky ka vënë që fiton qeveria. Tani po ata që e vën dysh do të thënë. Disa thon barazim, dysh e kanë vënë ndërkombëtarët. Nga deklaratat e ambasadorit OSBE-s, e ambasadores BE-s, asaj Gonzales, është reagimi I ambasadës amerikane. Po, kështu që ta shikojmë kush do e fitojë. Koeficienti është sport është sport. Ky e ka vënë kokë. Ky e ka vënë kokë njësh. Si mund të mbyllemi? Popullit e shef barazim, ndërkombëtarët e kanë vënë dysh. Tash shikojmë, ndeshja është e premte. Ta shikojmë. Po pse ti thua të premten, po mos të thuaj të premten mbyllet loja. Mbyllet 90%, pra, nëse Në apo se kalojnë për gjykim. Pezullon pezullimin, fiton lojën Ramsi apo jo? Basti është njësh. Fiton Ramsi. Po, fiton qeveria. Fiton qeveria. Dhe në këtë moment, Mysym, momenti që ne kemi këtë situatë tani, që fiton njëshi pra, fiton njëshi Ramsi. Humin ta që kanë vënë dysh. Jo, po, a vazhdon më beteja, apo jo, apo mbyllet? Nuk e prek më njëri këtë pastaj. Ore, a vazhdon beteja më mo? Beteja vazhdon. Si mund të vazhdojmë më falë? Ka 100 e mundësi. Si të vazhdojmë? Sepse për mu... Po si a jep imunitetin kjo më? Ore, nuk e lëshon këtë baluku më pri... Pa këtu do... Pra, dhe Spaku, se nuk mund t'jesh I qik me barë, o je me barë, ose je me barë. Spaku ka lujt në këtë mas, para prake, që është I qik me barë. Se s'ka pas keltit I shkoj deri në fund. Spaku ka një procedurë standarde. Shkon me shkres në kuvend dhe kërkon heqjen e imunitetit për X person që ka imunitet. Po pse nuk shkoj që fillim? Po këtë duhet pyç Dumanin, po s'ke që pyç se Dumanin dhe 4-5 ditë. Se ka Dumanin, e ka prenç. A është edhe Dumanin në dosje. Ajo është sepse është krye prokuror, po jo se... Jo, se ka detyrime, jo. Jo, se s'është në çdo dosje. Atje ku e ka patë arsyeshme e ka futur emrin e tij. Okej. Si pjesë e dosjes hetimore. Ku s'ka dash se ka futur, se ka detyrim. Ai vetë si prokuror edhe si drejtues, përveç se bën drejtimin menaxherial të asaj, asin diktat nuk ka mbi 19 prokurorë tjerë, secili nga ata është Duman vete, nëse është pa karamele në fyt. Kur e mbaron Dumani tani, kur e ka datën? Tejten pas nesër. Pra I ditë para bastit madh. Si mbaron mandatin? Zgjidhet tjetri tejten. A të tejten të zgjidhet tjetri? Po, tejten. Edhe mandati zyrtarisht mbaron. Ja ve ngarkuar shumë kjo. Po, kështu janë lanë. Ne janë lanë këto kështu bish pas bishti. Është si vagonat e trenit bankërsit. Apo negocion Spaku, dhe për ta mbyllë të çështje, do flasim pra Mysym. Apo negocion Spaku në fakt të ardhmen e vet me këtë histori? Për mua Spaku, se mos harrojmë që Spaku mbaron pas 3 vjetësh, ëh? Po 9 vjet e ka mandati. Po mbaron 2029. Nuk çado që të për mua, 2028. Nëse ne parafrojmë legjislacionin me BE-n, në moment që ti je ligjërisht pjesë e BE-s, jo de facto, nuk mund të kesh gjykata speciale. Atëherë këto struktura... Edhe kjo nuk është e vërtetë, në Francë ekziston një gjykatë që quhet le Parquet National, që merret vetëm me zyrtar, me korrupsionin e zyrtarëve të Po, dakord, po janë të atashuar pranë gjyqtarë... Po, ashtu, po. Si që ka dhe Italia, sektorin antimafje. Po, ama ata janë shumë të fuqishëm. Dakord, por jo të veçantë. Po, kur ndryshimi? Është ndryshimi sepse... Jo bie buxheti? Jo. Po çfarë? Do të shkojmë pranë 12 prokurorive rajonale. Ndoshta 10 prej këtyre shkojnë në Tiranë, dhe nga një ndahet në prokurit që të merren me kryetar bashkie me të mëdhenj. Çfarë ndryshon jetën e tyre?
Po tjetër paga, nuk do t'jenë ma me privilegjin, se në fakt në tabelën e pagave është prish hierarkia e piramidës pagave të shtetit shqiptar. Ne Prandaj edhe mua më reagoja këtje pra. Ne jemi rubrikë parlamentare. Po pra. Dhe kryetari i shtetit, presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministrit në tabel teorikisht në hierarkinë e pagë do të jenë më të lartë. Po pra. Në fakt 2 herë gjysmë më shumë janë të paguar pjesa e spakut. Prandaj i them unë Ramsit më valla, dhe jo vetëm Ramsit. Ramos vetë. Të ngri rrogën vetë më burr dhe ngri dhe parlamentarëve, deputetëve. Të ruaj tabelën dhe hierarkinë e pagave që sanksionon statuta. Ti do thotë, nëse një spakut merr 6.000 ca euro sot, Ramsi vetë sa do ta kishte normalisht, si hierarki. Mos e ti e njeh shtetin. 6.001. Pra 1 lek më shumë. Po jo 1 lek më shumë. Themur pra në hierarkinë e pagave duhet respektohet sovraniteti i rubrikës cilën ne kemi sanksionuar në kushtetues. Atëherë pra nuk është problemi pse marrin shumë këta spakut dhe GKK-t. Po atëherë problemi është pse marrin pak të tjerët. Se të gjithë prokurorët e Shqipërisë janë gati 300 tash i gjyqtarë prokuror nga 800 që kemi pas. 900 ja. Po kanë ikë nga vetingu 540. S'janë 900, 800 i kemi letra. 400 gjyqtarë, 400 prokuror ka pas rubrika e Shqipërisë. Po janë akoma aq janë. Po jo mos e kanë ikë 540, nuk e zëvendësuar la. Ndaj ke stok 200.000 dosje që duan ja 20 vjet, një juri që ka fituar shkallë parë për të marrë vendin në formës parë. Pra sot në bordero sa marrin rrogën sot nga duket se 370. Korporata e këtyre. Gjallë gati gjysma. Se gjysma ka ikë nga vetingu. Ah, dakor. Po. Kështu që në organik kanë qenë 800, kur kanë qenë edhe disa gjykata më shumë, se ne kemi bërë një apel tash. Kanë qenë 5 apele. Smerisht ajo që i sollën gjithë Tiranë. Po i sollën Tiranë për të bërë mullar dosjet e që të mos e gjesh drejtën kurrë. Multimullar, kupton ç'bëhet në Tiranë apo vin nga gjithë. Kështu që Rama mos i bjeri vërdall. Ne u bë pishman dhe aty ka për të korrigjuar tek ai ligj që u votuar nga trellja e këtyre nga ndërkombëtarët në 2016. Sepse na deli ftohtë kanë 10 të ngrihet. E ndjen të ftohtin këtu ti, valla nuk kanë vënë një ngrota, 29 gradë më deli ftohtë. E ndjen lipo? Mos të me që po flasim për të lehthitur, mos të ka lehthitur kondicioneri. E kam seriozisht valla. Shive. Po do të marrë kjo punë tani. Mos i ke bë opsionin e ftoftit. Jo më atë ngrohtje e kam. Le dy mora vesh. Jo, një sekond. Kalojmë te fabura tjetër le dy. Prit pak tani. Lymon se s'mund të rëti ikësh pa. Dorim vetëm 10 minuta tek fabura.